Dashi. Ambicia juaj sot do arrijë kulmin, duke ju shtyrë të rifreskoni projektet e nisura më parë dhe t'i përmirësoni me çdo detaj të mundshëm. Në çift duhet të jeni realist, nëse partneri ju propozon diçka të re, pranoni pa hezitim, sepse ai kërkon freski në marrëdhënie dhe mund të drejtohet diku tjetër nëse e refuzoni. Beqarët duhet të shmangin nxitimin dhe t'i lejojnë ndjenjat të zhvillohen në kohën e dur, pasi ëndrat e mëdha kërkojnë durim. Në punë, sfidat do jenë të shumta, por me strategji të qarta strike, do arrini gjithçka që synoni. Buxhetin do dini ta menaxhoni me përpikëri dhe askush nuk do ju kap madh. Demi. Pavarësisht vështirësive, sot do ndiheni më të motivuar dhe të sigurt në vetvete, çka do forcojë marrëdhënien në çift. Në këtë fazë, tundimi për inovacion mes jush dhe partnerit mund të jetë i fortë, por besnikëria do mbizotërojë. Beqarët do kenë takime që ndryshojnë rrjedhën e jetës, por duhet të ruajnë qartësinë e mendjes për të mos humbur prioritetet. Në punë, planet do konkretizohen me sukses, fal përkushtimit të palëkundër. Buxheti do mbjellet delikat, sepse mund të shpëtoni shpenzime impulsive për të qetësuar ankthin, durimi dhe planifikimi janë çelësat e stabilitetit. Binjakët. Sot mund të ndjeni në mjegull të pasigurisë, prandaj shmangni çdo vendim të nxituar në çështjet e zemrës dhe karrierës. Në një lidhje nuk do dini gjithmonë çfarë hapash të hidhni, andaj reflektoni para çdo lëvizje dhe mos impononi ritmin tuaj. Beqarët duhet të lënë nxitimin anash dhe të presin momentin që çdo takimi t'i japë siguri të plotë. Në punë, hapat e mëdhenj kërkojnë analizë kolektive, ndaj konsultoni me kolegët që ju mbështesin. Financat do përmirësohen ndjeshëm me ndihmën e të afërmve, ndaj mos hezitoni të kërkoni këshilla të drejta. Gaforia. Hana dhe Saturni sot nuk do lejojnë të injoroni komentet e të tjerëve, ndaj përqendrohuni te ajo që vjen nga brendja juaj. Në çift do keni nevojë për ngrohtësi dhe harmoni. Partneri do jetë pranë vete dhe do plotësojë dëshirat tuaja me dëshirë. Beqarët do jenë më joshësikur, me takime fabuloze që hapin mundësi të reja. Në punë, aplikoni për postin e ëndrave, sepse është koha të merrni më shumë përgjegjësi. Në planin financiar, shmangni rreziqet e mëdha dhe bëni llogarit para çdo shpenzimi. Matja do ruajë ekuilibrin. Luani. Sot do ndjeni nevojën për të reflektuar në vetmi dhe për të kthjelluar, sepse mbyllja në vetvete forcon qartësinë e vendimeve. Në një lidhje, realiteti do jetë aleat, qëndroni me këmbë në tokë dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar. Beqarët duhet të shmangin rrezikun e nxitimit për lidhje afatshkurtra, pasi mund të pendohen shpejt. Në punë, sfidat kërkojnë vëmendje maksimale, koncentrimi dhe disiplinimi do sjellin shpërblimet e merituara. Financat do kenë turbulenca të lehta, por me vëmendje në çdo transaksion do mbeten të qëndrueshme. Virgjëresha. Sot yjet sjellin kontrast, pak nga errësira e pasigurisë, pak nga drita e harmonisë së brendshme. Në lidhjen nuk do përjetoni krizë, përkundrazi, aktivitetet e përbashkëta do forcojnë lidhjen dhe do rigjallërojnë dashurinë pa probleme. Beqarët do kenë një takim vendimtar që ndryshon perspektivën për dashurinë. Guxoni, sepse është momenti i dorë. Në punë, pozicioni ju i favorshëm nënkupton sukses në projektet që kishit nisur. Financat do jenë në kontroll vetëm nëse shmangni luksin e panevojshëm, kursimet janë çelësi. Peshorja. Plutoni sot mund t'ju vërë nervat në provë, ndaj kujdesuni të mos lejoni që trazirat e brendshme të ndotin marrëdhëniet në çift. Në një lidhje, shmangni debatet e kota dhe përqendrohuni te ajo që bashkon ju të dy. Beqarët, me sinqeritet dhe qetësi, mund të takojnë ditë me potencial për diçka serioze. Mos i nxitoni zhvillimin. Në punë, përballë konkurrencës me kolegët, durimi dhe guximi për të marrë hapin e duhur do sjellin përfitimet që meritoni. Buxheti rrezikon të dobësohet nga shpenzimet impulsive, prandaj bëni kursime. Akrepi. Saturni i favorshëm sot do forcojë atmosferën mes jush dhe ata që doni, duke larguar çdo gjë të panevojshme. Në një lidhje, dita do jetë pa konflikte, me momente ngrohtësie dhe dialogu të thellë që forcon lidhjen. Beqarët duhet të jenë gati për dashuri të menjëhershme, sepse mund të ndeshin personin e ëndrave në mënyrë krejt të papritur. Në punë, vendosmëria do jetë pika juaj më e fortë. Do fitoni respektin kur tregoni merit dhe guxim. Financat do jenë të qëndrueshme fal menaxhimit të matur dhe kursimeve. Shigjitari. Yjet sot do ju mbështesin për ta parë jetën me qetësi dhe optimizëm, edhe kur mendohet ndryshe.
Në një lidhje qëndroni të bashkuar me partnerin dhe evitoni argumentet e panevojshme. Harmonia do mbizotërojë. Beqarët duhet të shmangin pasigurinë dhe të presin momentin e duhur për çdo hap romantik. Në punë, ambicia do shoqërohet në praktik, kështu që mos e humbisni durimin kur planet duken të rënda. Financat mund të pësojnë luhatje të vogla, por kursimet do mbajnë bilancin në ekuilibër. Britsjapi. Mërkuri do ushqej logjikën dhe larg pamësinë gjatë kësaj dite, duke ju ndihmuar të merrni vendime të mençura në çdo fushë. Në një lidhje, bisedat e hapura do pasurojnë marrëdhënien dhe do shtojnë besimin midis jush. Beqarët duhet të dallojnë qartë misin prej flirtit për të mos e humbur rastin e dashurisë së vërtetë. Në punë, planet strategjike do realizohen me sukses fal pakës tolerancë dhe komunikim me kolegët. Financat do jenë në gjendje të mirë dhe do ofrojnë hapësirë për investime të mençura. Ujori. Sot serioziteti do jetë me qendër të vëmendjes, por edhe në dashuri, komunikimi i sinqert do forcojë lidhjen me partnerin dhe do krijojë thelbësinë e besimit. Beqarët duhet të mos nxitohen, pasi dashuria kërkon kohë për t'u konsoliduar. Për qetësi, përqendrohuni te planet personale. Në punë, përqendrimi maksimal do të çojë tek rezultatet e shkëlqyera dhe oferta për projekte me përgjegjësi të lartë. Financat do jenë të qëndrueshme dhe kursimet e drejtanishme do sigurojnë bazën për investime afatgjata. Peshi. Venusi sot do mbaj kanalet e ndjenjave të hapura, duke ju bërë të gatshëm për dialog të drejtpërdrejtë dhe më pak dramatik në qift. Në një lidhje, evitoni të fshehni shqetësimet dhe mbroni afërsinë me dëgjim aktiv. Beqarët duhet të vërtetojnë sinqeritetin e të tjerëve përpara se të angazhohen emocionalisht. Në punë, do ndryshoni disiplinën për të arritur efikasitet më të madh dhe për të realizuar planet e planifikuara me kujdes. Financat kërkojnë rishikim të tillë për të shmangur çdo surprizë të pakëndshme. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!